Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falënderimi takon Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Salavat e selam e shpirtit më të pastër të njerëzisë, shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kurse mbi ne dhe ata që e ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, qoftë paqë dhe shpëtimi i Allahut xhalla shanuhu. Dikund para 1460 viteve, në Suedesën arabe, në qytetin Mekke, në malin Nur, në shpellën Hira, zbritën 5 ajete para të Kuranit famlart. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Me 23 viteve, 13 në Mekë, edhe 10 tjera më pas në Medinë, në haxhin e lamtumirës zbritën ajet e fundit të shpalljes hynore të Kuranit famlart. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Të nderuar teleshikues, brenda 23 viteve shpallje u kompletu shpallja e fundit, mesazhi i fundit i Allahut xhalla shanuhu mbar njerëzis me fen e tij të vetme të quajtur Islam. Brenda ajeteve të para që i përmendëm, të Ikra bismit dhe të fundit, El-yawma akmaltu lakum, zbritën ajete, sure, saqë u kompleto mëshira e Allahut ndaj njerëzisë. Këto janë temeli i jurisprudencës islame, i shariatit islam. Në pika të shkurta. Normal se çdo ajet kuranor, po edhe çdo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas dhe kanë nevojë për komentime, për shpjegime, për sqarime, për ta kuptuar në mënyrë të mirëfillt, nga sa ata janë të thëna shumë në mënyrë decide. Pas ndërimit të jetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët, brezi i parë i muslimanëve, për të cilët pejgamberi alayhi salam thot: "Khairu quruni qarni", gjenerat më mirë në aspektin e umetit islam janë gjenerata e parë, janë sahabët, e pastaj janë tabiinët, pastaj tabiinët dhe kështu me radhë deri tek ne inshallah. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas ndërimit të jetë të pejgamberit, atë çka pa të ndëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e diskutoshin mes veti, tregonin njëri tjetrit se kush çka ka ndëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush si e ka pa, ç'e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nuk u formuan rregullat të jurisprudencës islame deri në paraqitjen e Ebu Hanifes, Nu'man ibn Thabit, Allah i qoftë i kënaqur me të, si imam i parë dhe themelues i mezhebit të parë, mezhebit e Hanefi. Ebu Hanifja, Allah i qoftë i kënaqur me të, lindi në vitin 80 pas shpërnguljes. Domethënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas shpërnguljes nga Mekja në Medinë, jetoi edhe 10 vjet në Medinë. Domethënë do jetë në vitin e 10 shpërnguljes të hijretit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse Ebu Hanifja lindën në vitin 80, që do të thotë diku te 70 vjet pas ndërimit të jetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lindën Ebu Hanifja, imami i parë, i cili do të vendon rregulla se si mund të komentohet një ajet, si mund të shpjegohet një ajet, dhe si mund nga një ajet të nxjerrën dispozita islame, a që ka farz, a që ka vajib, a që ka sunet, a që ka mustahabe dhe kështu me radhë. Pas imam Ebu Hanifes, dikundi 13 vjet, mbas Ebu Hanifes, lindën imam Maliki radiallahu anhu, imam i ditë, i mezhebit të ditë, mezhebit të Maliki. Lindën, përsi do të foli nga disa fjalë, por në përgjithësi kështu, mbas imam Malikut, dikun të 75 vjet mbas imam Malikut, lindën
Imam Shafiu radiallahu anhu, themelusi mëdhebit të tretë, mëdhebit të Shafi, 14 vjet më vonë, mbas Imam Shafiut, mbas linjës Imam Shafiut, lindën Imam Ahmed ibn Hanbali, themelues i mëdhebit të katër. Ka pas edhe mëdhebe tjera, si mëdhebi e Uza'it, i Lejthit, mirë por nuk kanë pas iftar, nuk kanë pas që i kanë praktiku këta mëdhebe, kurse që këta katër, atëherë kanë pas edhe sot e këtë ditë kanë praktiku e vetë në mbarë botën islame. Këta janë pishtarët e parë të jurisprudencës islame, kanë vendosur rregullat e usuli fikut, po edhe të fikut, shtu që me paraqitjen e këtyre sheriati jurisprudenca islame kompletohet, mund të them tërësisht. Me përjashtime ndodhishe dhe ndodhin më vonë që nuk kanë qenë në atë kohë, që mund të bisedohet, mund të bëhet ijtihad, të hulumtohet, se është dispozite për këtë një vepër farz apo vajib, ose tek shumë radhë. Imam Ebu Hanifja radhiyallahu anhu ka lind në Kufa, ku edhe ka jetu, edhe ka vepru, por më vonë shpërngullet nga Kufa në Bagdad, ku vazhdon me punën e tij. Libër në jurisprudencën islame Ebu Hanifja nuk ka shkruajtur, as në hadith, as në jurisprudencën islame në fikë. Por nxënësit e tij, të njohur si Ebu Jusufi, Muhamedi, Zuferi e tjerë, këto janë ata të cilët do ta regjistrojnë, ta shënojnë në mëdhebin e Ebu Hanifes si në aspektin e jurisprudencës islame në fikë, po ashtu edhe në hadithe të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se Imam Ebu Hanifja radhiyallahu anhu është, jo të llogaritet, po është nga gjerata e ditë e Imamit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Hayrul Qurun, gjerata më e mirë ishte gjerata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjerata e ditë mbas sahabeve tabiinët. Domethënë Ebu Hanifja është imam i vetëm i cili është nga tabiinët, kurse tjerët si Imam Maliku edhe tjerë nuk janë më pi tabiinëve, po janë pi etbait tabiin. Tre mëdhebe tjera, mëdhebi Maliki dhe mëdhebi Shafi dhe Hanbali, kanë diçka të përbashkt dhe quhen me një emër mëdhheb ahli sunna, ahli hadith, mëdhebet, shkollat juridike të hadithit, nga se këta secili ka qenë nxënës i tjetrit. Më i madh është Imam Maliku, Imam Shafiu radiallahu anhu ka qenë nxënës i Imam Malikit. E ka mësuar librin e Imam Malikut, Muwatta përmeç, siç e ka mësuar para kësaj edhe Kur'anin, familjarët, hafidhi i Kur'anit edhe hafidhi i hadithit. Kurse Imam Ahmedi po ka qenë nxënës i Imam Shafiut. Ashtu këto tre lidhen. Ahmedi është nxënës i Shafiut, Shafiu është nxënës i Malikut, edhe këto kanë një ndërlidhje në trashëgimin e rregullave të jurisprudencës islame. Andaj këta janë grupë në veti, kurse Imam Ebu Hanife radiallahu anhu është grupë në veti, edhe quhet mëdhheb ahli ra'y, nga se praktikimi ose përdorimi i haditheve është shumë më i vogël në mëdhebin Hanefi se sa në mëdhebet tre tjera. Arsia jo se Ebu Hanifja nuk ka vepruje sipas hadithit, por Ebu Hanifja radiallahu anhu ka jetuar në Bagdad, Bagdadi ka qenë vendi ku ka pas fitne, ka pas sprova. Ati është vra Imam Aliu radiallahu anhu, ati është vra Imam Huseini, ashtu që transmetuesit e hadithit që kanë mund të abin një hadith dhe të Ebu Hanifja radiallahu anhu, shpesh herë kanë qenë njerëz të dyshimte se kanë marrë pjesë ose në këto krime ose në ato krime. Ebu Hanifja i ka pritu të pranon hadithin nga njerëz të këtillë. Mirë po ai shumë mirë ka thënë edhe të qartë ka thënë se kjo është mendimi im ose këtë fetva jap sipas mendimit tim, nëse për çket mendim ka hadith që thot ndryshe, ka hadith të vërtet, hadith sahih që thot ndryshe, atëherë mendimi im është çashtu si thot hadithi, jo si kam thënë unë. Kurse këta tre tjerët kanë pas sasi të mjaftueshme të haditheve, Imam Maliku radiallahu anhu, Allah qoftë i kënaqur me të, ka shkruar libër Muwatta, libër e cila është edhe libër fikhu, edhe libër hadithi, nga se këtë janë hadithe,
këtë çështjet e fikut i zbërthen përmes haditheve, por e ka filluar me një numër shumë të madh të haditheve e me kalimin e kohës, te i hek një nga e ka prun çatë formë që është thotë al-Muwatta. Kurse Imam Shafiu radiallahu anhu nxënësi i Imam Malikut, në fillim normal si nxënësi Imam Malikut është i mëdhëbit Maliki. Mirë po është moshato i moshës Imam Muhammedin, nxënësin e Ebu Hanifes radiallahu anhu, e ka pas kontakte, po bile ka pas edhe debate në Bagdad, në xhaminë e Imam Ebu Hanifes në Bagdad, kanë pas debate publike për çështjet e jurisprudencës islame të fikut e të haditheve kështu me radhë. Në ndikimin e këtine debateve, këtine diskutime që kanë pas mes Imam Shafiut dhe Imam Muhammedit, Imam Shafiu hek dorë nga ashtu e quajtur medhhebi i vjetër, se ai formon medhheb të vjetër, kur ndahet nga Imam Maliku bën medhheb të vetin. Por për shkak të debateve me Imam Muhammedin, nxënësin e Ebu Hanifes, ai e ndron medhhebin e vet prej medhheb të vjetër në medhheb të ri, ashtu që ai ka di libra, e ka al-Hujja në medhhebin e vjetër të Imam Shafiut dhe e ka al-Në medhhebin e ri të Imam Shafiut radiallahu anhu. Kurse Imam Muhammedi është nxënës thash i Imam Shafiut, por normal më i ri, ka shkruajtur edhe në hadith, e ka mesnedin e tij në hadith, mesned i njohur se ka qenë muhadith i fortë, po e ka edhe në fik ka librin al-Mughni të Imam Ahmedit. Me çta katër imam me rregullat e tyre të jurisprudencës islame, praktikisht shariati i jurisprudencës islame kompletohet mbi 90%. Domethënë ka mbetë shumë një hapësirë e vogël që për mesele, për çështje që do të ndodhin shumë më vonë, sikur sot për shembull, mund të diskutohet, mund të debatohet, mund të holmtohet, më thënë, derat e ijtihadit nuk janë të mbyllura, por nuk është e çdo kujt të japë fetva, se nuk është kollaj ta kuptosh atë që thot Allahu xhaleshanu, se në mesin tonë shpesh herë njerëz, mos them ignorant, po ashtu si ignorante, ka ajet, ka hadith, po çka ka lidhje pse ka ajet, ka hadith? Çka e kupton ti ajetin, çka e kupton ti hadithin? Ja për shembull, çka është fruti i këtyre katër mëdhëbeve? Për shembull, çështja e abdesit. Sa sharte ka abdesi, cilët janë farzët e abdesit? Të mësojmë si fëmijë, i mësojmë edhe i dimë hemen të gjithë ne se abdesi ka 4 sharte ose 4 farze: larja e fytyrës, larja e krahëve, fshirja e kokës, larja e këmbëve të kështu me radhë. Vetëm 4. Mirë po, në mëdhëb tjetër nuk janë 4, por janë 5. Nga se edhe niyeti është pjesë e abdesit. Nuk ka kur një ibadet, kur një adhurim që i bëhet, përpos se duhet me bën niyet. Nuk ka namaz pa niyet, nuk ka agjerim pa niyet, nuk ka haç pa niyet. Do të thënë çdo ibadet që e bëjmë duhet të ketë niyet. A edhe abdesi, marrja e abdesit, ajo është ibadet. Ashtu që edhe aty duhet të ketë niyet. Mirë, u bën 5. Vin tjetri, thotë jo, 5 jo, po 6 do të janë. Ku e gjetë 6? Ku del i 6? Po del i 6 rreth dhikjes, ashtu si i ka rreth hadithi, ajeti Allahu xhaleshanu, ajeti thotë lani fytyrat, lani krahët, mes kokën, fshirë kokën dhe këmbën. Do të thonë këtë radhike. E po çka nëse i çon me çetë radhike, a ki abdes, as ki abdes? Me tepin Hanefi ki abdes. Se radhika nuk është farz, atë dikush tjetër është farz. Ai tjetri thotë jo 6, po janë 7, po çka e ke 7-ën? Thotë 7-a është duhet të fërkohen, to pjesë jo të lagen, po të fërkohen, se Allahu xhaleshanu ajetin që e kemi këtë përpara, thotë faghsilu do të thotë lani, imperativ për urdhër, lani fytyrat tuaja, lani krahët tuaja kështu me radhë. E diçka të lash patjetër të fërkohet, se nëse nuk fërkohet, vetëm laget, ajo është e lagme. Allahu xhaleshanu nuk ka thënë lagni fytyrat, lagni krahët. Mirë po, kur dikush për shembull verë se nxehet kthem në bazent ose në një lumë ose në liqej, edhe normal lagret ai nuk fërkohet, edhe del prej atij, a ka abdes apo nuk ka abdes? Sipas mëdhëbit Hanefi ka abdes, sa ai i ka la
ashtu si e komentojnë ata të lamen, I ka la këtë të pjesë që duhet t'i laje në abdes. A kushtet ai që e ka kushtzu edhe fërkimin, ai nuk ka abdes, se nuk është fërku. Ose nuk ka abdes, nga se nuk ka bo njët marrë abdes, vetëm ka freskohet edhe kështu me radhë. Këto janë rregullat, domethënë që e kompletojnë jurisprudencën islame dhe elhamdulillah që I kemi, ato janë yjet e shkencave islame. Ka edhe shumë çështje tjera që në këtë mënyrë, domethënë për shembull edhe një ta them edhe ta përfundojmë inshallah, vetëm për me kuptu, të thënit bismillah, të përmendurit emrit Allahu xhaleshanu në therrjen islame. A është fars, a është patjetër, apo është sunnet? Dikush e ka bë fars, patjetër. Pse? Se ka ajet kuranor ku Allahu xhaleshanu thotë: "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh." Edhe mos hani nga mishi në therrje e të cilit nuk është bë bismillah. Qartë. Domethënë, nëse therrë diçka pa bismillah, ai mish nuk hahet, sipas këtij ajeti. Mirë po, sipas mëdhëbit Hanefi, të bësh bismillah nuk është fars, por është shart. Është shart, kusht është, jo fars. Që të thot tash ku do bëhet dallimi? Dallimi do bëhet se nëse e lëshon bismillah në therrje me qëllim, atëherë mishi nuk hahet, ashtu sipas ajetit që e përmendëm pak më parë. Nëse e la bismillah me qëllim, a nëse e la se habitet të harron shashtisët, atëherë mishi hahet. Vind tjetri thot bësh bismillah është punë e mirë. Ne si musliman çdo punë që bëjmë e bëjmë me bismillah. Qashtu edhe të bësh bismillah në therrje, ajo është hieshëm, është e mirë. A nuk do të thotë pse e ke lënë ti ke bë diçka, nga se ne si musliman, si besimtar themi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj rritet e mia, kurbani, haxhi, agjërimi, këtë rritet fetare që ka I bën, po edhe namazi, o salati edhe namazim, o mahjaja, po jeta ime dhe vdekja krejt janë për Allah. Dhe më thënë besimtari jeton për Allah. E kur jeton për Allah, e kur e bën therrje, për kë e bën? E bën për Allah. Ashtu që të përmendesh emrin e Allahit, e përmende mirë është, nuk e përmende kur nuk e prishë. Në fund, nëse I përmbahemi çështën e 4 mëdhëbeve, ato kanë rregullat e veta. Nuk ka burrë që mund të çesë diçka të re jashtë këtyre 4 grupeve të rregullat, të cilët mëdhëbi ka rregullat e veta, nuk kemi kohë të sjarim gjithat. Atë duhet o të përmbahemi këtyre rregullave ose mos folim me hamendje, ka hadith, s'ka hadith, ka hadith, po ka hadith. Për shembull, men taraka salat fakat kafar. Kush e lën namazin, kush e braktis namazin, nuk falë namaz, ai është kafir. Janë ka për këtë hadith janë ka di imamat e fundit, Imam Shafiu si mësuesëm me nxënësin e vet Imam Ahmedin. Imam Ahmedi I thotë që ai që nuk fal namaz ai është kafir dhe kry puna. Imam Shafiu thotë jo ti Ahmed nuk është ashtu, po jo ashtu është hadith thotë ashtu. Hadith thotë ashtu. Tamë hadith thotë ashtu. Po mirë Ahmed, nëse çeki e ka lënë namazin dhe ka bë qufër, a mund të kthehet në iman? I thotë po mundet, po si të kthehet? Po thotë do pendohet, po që u ka pendu, edhe do premtohet që mon nuk e lën namazin dhe e falja rregullisht, po edhe këtë e ka bë, po në fund dhe thotë shahadetin edhe kthehet në iman. Thotë për shahadetin nuk ka hek dorë për shahadetin. Ai në mënyrë permanente thotë shahadetin për namazin e kalon. Edhe e kuptoi edhe Ahmedi se nuk është bashkë ashtu si thotë hadithi, se ai që nuk fal namaz është kafir, po do të thotë se ai që nuk fal namaz, ai që e lën namazin, ai ka bën një punë që nuk e bën kërkush tjetër përpose qafirit. Ajo që është qafir, ka bën një punë që nuk e bën kërkush tjetër përveç qafirit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.